Një ditë më parë diskutuam se fitili për të ndezur sërish luftën në Gaza ishte në duart e Hamas dhe diçka e tillë lidhej në mënyrë të drejtë për drejtë me mosdorëzimin e të gjitha trupave apo pengjeve të cilat kanë humbur jetën në rripin e Gazës. Janë 28 pengje të cilat mbetën të vrara në luftën 2 vjeçare, ndërkohë që 4 prej tyre u dorëzuan një ditë më parë, mbeten 24 të tjerë. Ushtria izraelite ka deklaruar vetëm disa minuta më parë se trupat e 4 pengjeve të tjera po i dorëzoheshin kryqit të kuq ndërkombëtar për inspektim përpara se të kalonin territorin izraelit. Nga ana tjetër, Donald Trump vetëm disa minuta më parë deklaroi se nëse Hamas nuk pranon çarmatosjen dhe largimin si qeveri nga Gaza, atëherë do të jenë Shtetet e Bashkuara të Amerikës që do të kenë një ndërhyrje të drejtë për drejtë, por pa specifikuar më shumë. Për diskutuar të gjitha këto, mbrëmjen e sotme bashkohen në program Ledion Krisafi, ekspert i marrëdhënieve ndërkombëtare. Mirëmbrëma Ledion. Dhe gjithashtu me mua sot është Emilio Çika, profesor doktor i marrëdhënieve ndërkombëtare. Krisafi, Donald Trump thotë se nëse Hamas nuk pranon të çarmatose, do të jenë Shtetet e Bashkuara të Amerikës që do ta kryejnë këtë mision. A jemi në fazën që kjo marrëveshje rënpushimi ndoshta ka dështuar edhe që në fazën e parë të implementimit të saj? Shko, thelbi gjithë marrëveshjes do funksionon do se jo ishte çarmatosja e Hamasit. Por nëse Hamasi nuk çarmatos dhe nuk dorëzohet, le të themi, gjithë marrëveshja bie në këtë pikë. Kjo është mënyra më e vështirë ose gjë më e vështirë çfarë si mund të zbatohet marrëveshja në praktikë. Dhe problemi i Hamasit është që nëse nuk dorëzohet dhe çarmatoset në këtë moment, do të ishte një, le të themi, veprim fatal nga natyra, sepse atë që kishin asin që kishin në dorë, si thua, e dorëzuan praktikisht për momentin, pra që ishin pengje, së mos pengje të gjalla, pra kjo ishte vetëm me kartë me të cilin ata kishin në dorë, me të cilin mund të luanin. Nëse rifillon lufta, le të themi, pas disa ditësh dhe përsëri me Hamasin, Hamasi, së të paktën Izraeli nuk do ketë më asnjë vit kuqe. Nëse ka pasur vit kuqe deri tani, me mungesën e pengjeve nuk do ketë absolutisht më asnjë vit kuqe dhe Hamasi do të përballet me një ofensivë, le të themi, shumë të madhe se kjo që është përballur gjatë këtyre 2 viteve. Kështu që nga ana e Hamasit e shoh si veprim, le të themi, do ishte një veprim idiot, le të themi, nëse nuk do dorëzojë dhe të çarmatose në këtë pikë, pasi ka liruar pengjet, sepse duhet parasysh ka përballë një shtet si Izraeli që vështirë ti përballë linjave të kuqe, dhe aq më tepër që nëse Donald Trump thotë që do çarmatosim ne, që sigurisht nuk ka për ta bërë me Shtetet e Bashkuara, ta bëjmë përmes Izraelit, do thotë Izraeli do ketë, le të themi, fushën të lirë, le të themi, për të bërë çfarë dojë në Gaza. Por është ende herët për të parë se sa i suksesshëm ose jo është plani. Unë mendoj që nëse do ndodhi një çarmatosje e Hamasit, do ndodhi në disa ditë ose në disa javë në vazhdim, ose mund ndodhi disa muaj në vazhdim. Dhe ata që mund ta bëjnë realisht çarmatosjen e Hamasit është trupa paqëruese nga forcat nga vendet arabe që supozohet të shkojnë në Gaza sipas planit që është miratuar. Sepse ideja është Hamasi mund të dorëzohet, le të themi, arabëve. Pra nuk mund të dorëzohet izraelitëve apo amerikanëve. Kjo është vetëm mënyrë se si Hamasi mund të çarmatoset. Thash, nëse ata nuk pranojnë çarmatosen, pastaj do ishte një veprim fatal nga natyra. Zoti Çika, kemi qenë bashkë javën e shkuar në studio kur diskutuam se Hamas i paralajmëroi Shtetet e Bashkuara dhe Izraelin se do t'i duhej një kohë e caktuar për të mbledhur të gjitha trupet e pengjeve të cilat kanë humbur jetën në rripin e Gazës. A mendoni se është ky fitili që po përdor sot Izraeli për ta rindezur sërish të konflikt? Unë do bëja edhe një pyetje, a vërtet Hamasi ka të gjitha këto trupa në zotrim për t'i dorëzuar dhe sigurisht e përdori edhe këtë fakt për të çuar në negociata dhe për të çuar ndoshta edhe në atë që është armpushim. Unë më shumë do quaja një armpushim të zgjatur se sa të fëja një pyetje përsëri nëse do ishte një paqe e vazhdueshme kjo e cila është arritur. Megjithatë, ngelet për të parë dhe ashtu siç tha edhe Ledioni, Hamasi humbet kartën e saj negociuese, humbi kartën e negociuese në momentin e dorëzimit të qoftë pengjeve të gjallë, qoftë atyre të cilët kanë humbur jetën. Megjithatë, duhet thënë edhe diçka tjetër. Në këtë kontekst të marrëveshjes, edhe në kontekstin e krijuar nga arena ndërkombëtare, ku flitet ose shumë media kanë folur ndërkombëtare, kanë folur për një kalimi nga një Pax Americana në një Pax Trumpiana, ku flitet për atë që është roli vendimtar të cilën ka lozur vetë presidenti Trump dhe për zgjidhjen e këtij konflikti. Megjithatë, ajo që duhet parë është shtrirja në kohë dhe se sa mund të arrihet kjo paqe. Pse e them këtë? Në radhë të parë, nuk se pritej diçka që të shkonte kaq në mënyrë të lehtë për të zgjidhur. Ka shumë, do thoshja, grimca të cilat ndodhen ndërmjet ose pjesa më e rëndësishme është dorëzimi vullnetar i Hamasit, dhe kryesisht ai ushtarak. Dhe në momentin që nuk ka një krah ushtarak, nuk ka dhe një krah politik. Pra,
Hamasi nuk ka si të mbijetoj pa atë që është krau i tij ushtarak. Dhe në këtë aspekt pritet që të ketë vështirësi për zbatimin e planit edhe në vazhdimsi. Nuk do jenë këto pamjet që treguat ju në insert apo edhe incidentet e deri tanishme të ditëve të fundit apo edhe të ditës së sotme, mos presim që do jenë të fundit. Këtë jam i bindur për këtë, do ketë incidente edhe të tjera, por uroj që mos të shkojnë në ato që të jetë një thyerje të marrëveshjes apo edhe do thoshja një cënim të mëtejshëm dhe të ndërhyrjes dhe të nevojës së ndërhyrjes së Shteteve të Bashkuara të Amerikës, ashtu siç edhe ju e paraqitët. Kjo do ishte në një farë mënyrë edhe një goditje e kundrejt marrëveshjes në vetvete dhe do çoj më pas ndoshta edhe në diskutime apo edhe në negociata të tjera. Gelet për të parë, të themi të vërtetën, ju thash është një paqe, një armë pushim i brisht, kështu që ditët në vazhdim, dhe jo vetëm ditët, po edhe do thoshja unë java apo edhe muaj do duhen për të parë se si do zbatohet marrëveshja në fjalë, duke patur parasysh që Gaza edhe me tërheqjen apo në fillimin e tërheqjeve të trupave izraelite, ushtarake kanë fjalën, nuk do të rriqen nga gjithë territori i Gazës, kështu që do e kenë përsëri kontrollin e Gazës, madje pjesën më të madhe të territorit, 53% të territorit të cilin do kontrollojnë, kështu që ka një rrethim të vazhdueshëm të Gazës në aspektin ushtarak dhe akoma edhe mëtej ashtu siç edhe ju e paraqitët edhe në atë që është do thoshja rubineti i ndihmës humanitare për të kaluar në Gaza që siç e paraqitët edhe ju është prerë sot apo është ndaluar nëpërmjet vendkalimit apo pikës së kalimit nga Egjipti. Kështu që dominanca në këtë moment sigurisht që është e Izraelit, por nga ana tjetër duhet thënë që të kemi një sukses dhe që i gjithë kjo arritje e deri tanishme, jo vetëm e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, po e njësër shtetesh të cilat u investuan për arritjen e planit të paqes, mos të shkoj dëm. Zoti Blisafi, ndërkohë duhet ndalen pikërisht te ky grupimi i Hamasit, pasi kemi parë një sër incidentesh, pra 40 të vrarë përgjatë të dielës dhe të hënës. Sot ndodhen 5 ekzekutime nga ana e forcave izraelite, ndërkohë ato ekzekutuan publikisht të paktën 7 persona të tjerë. Dhe ajo çfarë mbeti në mendje ishte se ky grup militant arriti që brenda një dite, ndërkohë që Izraeli priste që të ratifikonte marrëveshjen e paqes, të kubullonte menjëherë 7000 luftëtar për të qenë në krye të sigurisë së atij territori të enklavës. Kush janë garancitë sot se Hamas do të çarmatoset, ndërkohë që shohim se strukturat e tij mbeten funksionale për aq kohë sa mund të mbledh një grup të caktuar njerëzish brenda një dite, e mbi të gjitha për aq kohë sa nuk e çrrënjosi as Izraeli me ndihmën ushtarake të Shteteve të Bashkuara. Në radhë parë, Gaza ka një lloj mini luftë civile për momentin, pra janë grupimet e ndryshme duke luftuar me njëri tjetrin. Para se të vija në studio kam lexuar një deklaratë të një grupi kundër Hamasit që ndodhen në veri të Gazës, i cili tha që kemi ne në kontrollin e verit të Gazës, mos vi Hamasit marrin kontrollin nga ne. Pra ka një lloj mini lufte civile brenda që është duke zhvilluar për momentin. Tjetra është fakti që unë mendoj që Izraeli shkoi shumë afër shpartallimit të Hamasit, shumë afër. Dhe ka një statistikë për ta kuptuar këtë gjë që gjatë një viti, le themi vitit parë të luftës, numri i ushtarëve izraelit të vrarë në Gaza ishte i konsiderueshëm. Pra nëse numri i përgjithshëm ishte 919, mos gaboj, gati 85% prej tyre janë vrarë vitin e parë të luftës. Nga janari e këtej numri që është vrarë shumë i vogël. Dhe arsyeja pse është vrarë sepse brezi i parë i luftëtarëve të Hamasit u eliminua thuajse të tërë. Dhe vetë ushtarakët izraelit thoshin që sidomos muajt e fundit janë duke luftuar me një brez i cili është, le themi, është tërësisht i ri dhe nuk është i stërvitur siç ishte brezi i parë i luftëtarëve të Hamasit. Dhe kjo ka bërë që numri i viktimave izraelit ishte shumë i vogël. Pra, le themi vlisin ushtarë izraelit kur kapin në njërin në rast të tillë. A kemi dhëna sa militant ka pasur Hamas në këtë luftë apo është rigjenerimi i cili nuk lejon dhënat sakta? Të dhënat që unë kam parë në fillim luftës kishte rreth midis 40.000 dhe 50.000 luftëtarë. Ishte inteligjenca amerikane që. Pra 50.000 është një ushtri konsiderueshme, le themi as Bullgaria, le themi nuk ka 50.000 ushtarë, 30.000 ka për momentin. Pra është një ushtri e konsiderueshme dhe ishte shumë të stërvitur. Brezi i dytë dhe llogaritet që shumica dërmuese e këtij 50.000-shit të parë është eliminuar në luftë.
dhe nga Izraeli. Dhe brezi i dytë është një brez, le themi, miri në mosh dhe më pak i stërvitur. Dhe për këtë arsye vetë ushtarakët e Izraelit thoshin që luftarët me të cilët përballë janë një nivel shumë të vogël. Dhe kjo ka bërë që numri i ushtarëve izraelit të vrarë ishte shumë më i vogël në krahasim. Dhe nëse lufta nuk ishte përfunduar në këtë moment, unë jam i sigurt që brezi i tretë i Hamasit do ishin fëmijë 10 vjeç apo 11 vjeç. Pra kaq afër shpartallimit ishte, le themi, të Hamasit Izraeli në këtë pikë. Ata dinë shumë mirë, pra e kanë shumë mirë në terren se me kë po luftonin në këtë pikë. Pastaj garancia e çarmatosjes, unë mendoj që vjen Hamasi ka marrë garanci nga vendet arabe për forcën paqëruese që do jetë nga vendet arabe, nga Arabia Saudite, nga Emirat Bashkuara, Katari dhe Egypti. Nuk specifikohet në plan se sa është numri i tyre, bëhet fjalë kam përshtypjen për disa mijëra, sepse duhen disa mijëra, të pakën 3-4 mijë ushtarë për një territor tim, megjithëse është territor i vogël në këtë rast duhet të thonë. Dhe garancia duhet të jetë pikërisht kjo, pra që Hamasi do i dorëzohet arabëve, cilët janë një gjuhë, një kulturë, një popull praktikisht, me arabët, palestinezët që janë në Gaza, dhe nuk do i dorëzohet izraelitëve, sepse kam përshtypjen që nuk do pranonte në asnjë mënyrë Hamasi të dorëzojë izraelitëve apo amerikanëve si një palë që ata dinë shumë mirë si mund të silleshin, pra mund të kishte një ripushtim të Gazës në këtë pikë. Kjo është garancia kryesore që Hamasi ka në çarmatosjes në dorëzimin që mund të bëjë. Unë e shoh, le të them, kam dyshimet e mia shumë të mëdha nëse Hamasi mund dorëzohet ose çarmatosjes, sepse është një organizatë që ka 40 vjet që ekziston, ka bërë disa lufta me Izraelin. Këtë rast sigurisht është një luftë që i erdhi afër shpërbërjes dhe shpartallimit të Hamasit, por e shoh të vështirë që të mund të dorëzohen. Pra kam dyshimet e mia shumë të forta në këtë pikë. Por e thash edhe më parë që nëse nuk dorëzohen çarmatosja në këtë pikë ku ndodhen, do ishte një gabim totalisht fatal, sepse Izraeli dhe amerikanët do vinë me shumë fuqi në vazhdim dhe mund të rrezikojë vetëm zhdukjen e Hamasit, por mund të rrezikojë dëbimin total ose zhdukjen e popullsisë palestineze nga territori i Gazës. Dhe garancia tjetër që mund të ketë marrë Hamasi është që ky plan, dhe unë të besoj vërtet që nëse ky plan zbatohet realisht siç është shkruar aty dhe si mund të jetë suksesshëm në 4, 5, 6 vjet në vazhdim, mund të shërbejë si një lloj shtylle mbi të cilën të ngrihet ideja e një shteti palestinez. Sepse ne sot kemi shtet palestinez në teori, por në praktikë nuk kemi gjë. Pra këto që kanë njohur Franca dhe Britania e Madhe kanë njohur teorinë, le të themi, ose perspektivën e një shteti, por në praktikë nuk ka asgjë. Dhe nëse bota, le të themi, sheh që në Gaza funksionon ky shteti, mini shteti palestinez, mund të shkojmë tek ideja që ta lidhim dhe me bregun perëndimor pas një marrëveshje shumë ndërlikuar që mund të bëhet me Izraelin. Do të shkojmë një shkputje shumë të shkurtër për të rikthyer vetëm pas pak e për të vijuar diskutimin mbi rolin e Hamas në Gaza.